Në sheshin Skënderbej asnjë vend nuk mbeti bosh. Kjo pasi çdo hapësirë u mbush nga qytetarët të cilët në Tiranë erdhën për të protestuar për krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po gjykohen në Hag. Në mesin e mijëra protestuesve, në tubimin që nisi në orën 17, ishte edhe Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit Hashim Thaçi, i cili u pa bashkë me struktura nga Partia Demokratike e Kosovës. Ali Ahmeti. E krejt këtyre, me një fjalim ju drejtua kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim në Maqedoni, Ali Ahmeti, i cili e mbrojti fort ushtrinë çlirimtare të Kosovës, ku edhe vet ishte luftëtar. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare për luftë dhe asnjëherë nuk ka shkelur ligjet e luftës. Kjo u dëshmua në të gjitha gjykimet e deri sotme nga gjykata ndërkombëtare e vendore. Kjo u dëshmua fuqishëm edhe nga dëshmitë amerikane, britanike në Hag. Vlerësimi i lartë UÇK-s ju dha edhe nga ish-presidenti i Shqipërisë Alfred Mojsiu, generali pensionuar. Bisedë me këta burra kuptova dhe pash se ata trima nuk ishin friksuar, por burrat fort që ndronin të jetë të gatshëm për të sakrifikuar, për të pasuar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njollat që padrejtisht po përpiqen të japin ata që nuk ja duan të mirën shqiptarëve. Në foltore doli edhe kryetari i shoqatës së veteranëve të luftës Hysni Gucati, por më shumë se të flas vendosi të brohoras emrat e drejtuesve të UÇK-s, për të cilët u ftua ky tubim. Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadrim Veseli. Protesta ku morën pjesë 10 mijëra qytetar u organizuan nga Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-s në Tiranë, ndërsa nga pjesëmarrësit u kërkua që marshime të tilla të organizohen më shpesh. Të radhës, Ali Ahmeti e paralajmëroi ta mbajë në Shkup. Janë të njëanshme dhe të padrejta, të dashur shqiptar.